Në një prezantim të zhvilluar këtë javë, 12 ekipe ndërkombëtare arkitektësh treguan konceptet e tyre finaliste për parkun e Besimit, i cili do të ngrihet në zonën e Petrelës. Ky park synon të jetë një hapësirë publike ku njerëzit nga të gjitha besimet mund të takohen, të ndajnë vlerat e tyre dhe të kuptojnë rëndësinë e tolerancës dhe bashkëjetesës. Kryeministri Edi Rama vori në dukje se shqiptarët nuk kanë nevojë të shpikin tolerancën, pasi ky ishte një pjesë e trashëgimisë së tyre historike. Ne shqiptarët nuk kemi nevojë ta shpikim tolerancën, sepse prej kohësh kemi lindur në të, jemi rritur prej saj. Qytetet tona janë rritur me xhami, kisha, teqe, manastire, krah për krah. Ajo çfarë ka ndodhur me të gjithë ata në atë periudhë të errët, ku me dinamit u kërkuan që të çorrënjosej nga kjo tokë, kishte edhe një mësim shumë i madh i arsyes pse kemi nevojë për tolerancë, tha Rama, duke shtuar se vizitorët nuk do të pyeten për besimin e tyre, por do të ftohen të vëzhgojnë bukuritë e natyrës dhe të reflektojnë mbi mesazhet e bashkëjetesës. Nuk bëjmë pyetje se në çfarë beson. Vetëm ju ftojmë të vini të mrekulloheni tek qendresa e heshtur e pemëve të fikut, të vini re formën e pemëve të udhërit në erë dhe të kuptoni atë çfarë kuptuan paraardhësit tanë, që zhvillimi nuk ishte vetëm thjesht një sfond, ishte në fakt shkrimi i shenjtë. Dhe në fakt dua t'ju them diçka nga ato ku thot Zoti mbodhi kopshtin e Edenit në lindje dhe pastaj vendosi njeriu. Parku do të ofrojë hapësira të përbashkëta për lutje dhe reflektim, duke integruar elementet natyrore si pemë fiku dhe udhëri, që sipas projektit përfaqësojnë qëndresën dhe harmoninë. Arkitektët synojnë që hapësira të funksionojë jo vetëm si vend adhurimi, por edhe si qendër ku zhvillohen aktivitete kulturore dhe edukative që promovojnë bashkëjetesën. Projekti vlerëson vlerat historike dhe kulturore të Shqipërisë, duke rikujtuar periudha kur feja u përndojsh dhe duke nxjerrë në pa mesazhin e tolerancës që duhet të ruhet sot. Parku i Besimit pritet të bëhet një simbol i dialogut ndërfetar dhe një vend ku qytetarët duhet të ndjehen të përfshirë pavarësisht besimit të tyre.